Shef Krenari, sot na kishte përgatitur një specialitet atë kofshën e pulës në mënyrën tajlandeze, që ishte disi e komplikuar nëse nuk e keni ndjekur me vëmendje hapi recetën e përvozuar. Është fantastike, kofsh pulën në mënyrën tajlandeze, imagjino ku do kaloj, se kush po kalon bashkë në Tajland, pastaj vende është i veçantë, di. Është nga Meksika, njeh shumë lloj kuzhinash. Edhe ty të pëlqen pa diskutim. Megjithëse ti konsumon të gjitha, nuk është se ke Jo, këtë do provoj. shumë naze prandaj. Kushin tajlandez kisha provuar ndonjëherë, po do e shoh të recetën që ka bërë Shef Krenari. Mirë, tani jemi gati për një rubrikë tjetër, kemi pritur në momentin e atyre kurioziteteve, atyre gjërave të çuditshme që ndodhin në gjithë botën dhe ne i komentojmë së bashku me fotot e ilustruara. Po? Do ta nismë një lajm shumë të bukur që një person i cili e ka shfrytzuar bunkerin, e ka bërë shtëpi, dhe është gjë shumë e bukur, bësh një bunker shtëpi, ndërkohë tutë ne po fillojmë po i shkulim me zor, po i shkulim nga rrojë, po i heqin. Megjithatë kanë vënë një të bukur, kështu që duket një bunker që duket sigurisht kështu për muze. Ndërsa një person në Gjermani që quhet Elisabeth Struton, një 42 vjeçare, ka zgjedhur një mënyrë të veçantë jetese duke përshtatur si shtëpi një prej bunkerëve të luftës së dytë botërore, e krijuar në vitin 1942. Tuneli që ndodhet në tokë është modifikuar sipas dëshirës së 42 vjeçares me të gjitha kushtet e një shtëpie normale, por jo vetëm kaq, madje ka edhe shumë gjëra tjera të veçanta. Ja, si po ta shikojmë. Pra, fotot po e tregojnë më së miri dhe që nga shumë e lezetshme, nuk e di se sa është hapësira brenda, është vogël apo jo, është bunkeri ka spacioze. Po të them unë që ka 3 dhoma gjumi dhe 2 tualete, do ta kuptosh vetë sa mund të ketë hapësira. 3 dhoma gjumi dhe jeton vetëm zonja? Dhe 2 tualete, nuk është se e thot materialisht me keton, po me sa duket jeton vetëm. Ka vetë foto të saj, kështu që megjithatë ka bler këtë bunker për 170.000 euro dhe ju deshën 5 vjet për ta rregulluar sipas shjesës së saj, e cila i kushtoi rreth 120.000 euro të tjera. Kështu që me të gjitha pajisjet brenda, ja ku po shohim tani, pamje nga dhomat, tham që kishte 3 dhoma gjumi edhe 2 tualete, mos e komode duhet të ndjehet, por normalisht nuk ka dritare. Jo, sigurisht, është bunker, i vetmi problemi i saj është që nuk ka dritare, ajo ka një kopsht të madh, vend për parkuar makinat, por është izoluar nga bota jashtme sepse nuk ka asnjë dritare. Megjithatë 42 vjeçare shpreh se ai vend është një parajs për të. E ka pajisur me të gjitha kushtet ideale shtëpinë e saj të re dhe ka vendosur madje televizor, kablor, internet për të parë studionet të ndryshme. Mirë, ajo drita natyrale që të zgjon në mëngjes me shumë kënaqësi, me shumë freski, zonja se mungon edhe pse ka një kopsht edhe një hapësirë për makinën e saj goxha të konsiderueshme jashtë. Aq më tepër që ka shpenzuar shumë Arion. Ka shpenzuar shumë, por është rritur vlera në treg, tashmë kjo shtëpi kushton rreth 326.000 euro. Pra, po ta llogarisim, ka kushtuar 170 dhe 120.000 euro, ka kushtuar gjithsej 290.000 euro, ndërsa tashmë është 326.000 euro në treg. Se mos na del ndonjë tendencë e re vetëm nga ky lajm tani dhe arkitektët fillojnë planifikojnë shtëpi të tilla në formë bunkeri, për njerëz që duan të jenë të izoluar. Kemi pasur shumë bunker, po që po i prishin, po ashtu pse mos e bëjnë shtëpi? Të jenë funksionale, të rikthehen edhe një herë, edhe pse në një funksion tjetër tani. Shtëpia, bunker. Nuk është keq, kur mendosh çfarë luksi që ka? Sa më pëlqejnë mua ka njerëz që marrin gjithmonë iniciativa të çuditshme, sepse kështu ka ndodhur edhe me një vajzë. Do të ndjekim në këtë momente një foto, edhe dua të pyes paksa Arion se si të duket. Pra është një pikturë realizuar në telajo, në vaj akrilik apo diçka tjetër. A të shkon në mend ty? Ja, kjo piktura këtu. Si duket? Në Photoshop. Photoshop? Apo jo? Jo, është bërë në iPhone. Në iPhone është bërë nga një vajzë e cila e ka pasion pikturën, ndërsa shumë njerëz e kalojnë kohën duke luajtur apo duke dëgjuar muzikë në telefonin e tyre iPhone. Ky vajza bën me gisht piktura të mrekullueshme. Ajo ka studiuar në Universitetin e Arteve dhe e përdor iPhone-in e saj për të krijuar piktura të pabesueshme vetëm me gishta në programin Art Studio. Këto piktura duket sikur të jenë të bëra në vaj apo në akrilik, prandaj edhe unë thash do të krijoj një lloj dyshimi ty. Sepse është shumë reale, është pikturë e mirë fillt. Po si mund pikturosh, domethënë ka opsione pa fund, kështu që a çuditshme. Do të vrisht kesh nerva tani. Jo, do të kesh pak nerva, që vrisht merresh me këto pikturosh. Nerva duhet të kesh shumë talent, sepse tjetra ka studiuar në Universitetin e Arteve, nuk ka studiuar kot. Po ka për pikturë normale, se do ketë studiuar për pikturë me iPhone, po megjithatë e frikshme, folim dhe dje për iPad-in, por që e ka vërtet e frikshme ku po shkon
bota duke, më imagjino po heqim dorë nga çdo gjë origjinale, do kesh në shtëpi, do kesh një epet të varur me një pikturë. Një imitim perfekt i pikturave origjinale që vajza, bravo, komplimenta për gjithë të mrekulli që ajo ka realizuar. Mirë, është një lajm tjetër shumë interesant, do ta ndjekim me foto kafshët më të mëdha në botë. Nuk janë dinosaurë, po janë dinosaurët. Të mëdha, në botë. do të kemi frikë prej macës më të madhe në botë, nëse e shohim, sepse macja është shumë pranë njerëzve, mbajmë edhe në shtëpi, po nuk e din nëse ta mbanim dot në shtëpi macën më të madhe në botë. Gjithsesi do shohim edhe kafshët e tjera. Wow, breshka. Duhet ecim më shpejt kjo se breshkat e tjera apo jo? Po kjo bretkos? Bretkos, po. Se atë mia do t'i ketë këmbët kjo për t'i ngrënë. Ndërsa ky është derriegër, në mos gabohem unë. Po, ky është derriegër. Sa mi që njeh kafshë, po ky është deribut? Deribut, po, derriegër e ka mishin më të shishëm. Ishte shumë e bukur kjo ndryshimi për të bërë dallimin midis derit të egër dhe derit të but, po ishte gjigant. Ishte gjarpër, kështë një gjarpër gjigant. Për të gjithë ata që ka fobi gjarpërit, me kujdes mos e shihni, mbyllni sytë të kjo fotoja se ishte absolutisht të mërshëm. Kjo është kali pipit në duket, se shumë e pika apo jo, si shtaj. Kali më i mat në botë. A një gjatë amë si kali pipit, krokodili. Lepuri! Si e mban kjo vajza? Si dhe Liza në botën e çuditërave, ke parë që bëhet e lepuri më i madh se Liza, ai ashtu duket. Ja edhe lopa, e madhe, kjo gjithsesi është... Sa qumë do të bëj kjo do të jetë bjë. Kjo do të jetë lopë e mirë, po që se është lopë, se mos është demoj, edhe në nga trove. Jo, lopa është. Ndërsa kjo është luanesha... Luan apo tigër, mos është tigër. Jo. Nuk e faj, në që i ke partë të stampuar tigri vetëm në veshje femrash, nuk e mendon që mund t'jetë dhe kafshë vërtet tigri, kështu që nuk e vë faj në këtë pjesë. Kam shkuar edhe kopshë zoologjik, po. Po s'është tigri, ka dalë boja ti tigri të kopshë zoologjik, nuk ose ky. Të shohim të tjerat, kafshët më të mëdha në botë. Macja, ja se e kisha fiksim macën. Tha se do nga tre me tigrin të macën, por se kjo është tamam si tigër. Kjo macja që nga shumë e lezetshme, po të krijon një ndjenjë shumë, një ndjenjë frike, ta kesh atë në shtëpi. Nëse ka kapi, ka krijuar atë problemin tek syt që duket sigurisht e keqe, por që ishte shumë e bukur. Ndërsa, peshku më i madh në botë. Qytet peshk nga ata peshkë shpat, po si ka dalë hunda në foto. Kush e di sa janë lodhur për ta kapur këtë peshkun. Edhe dalmati. Me këtë vogulushën kështu. I bë ka hijet pak të. Edhe krye ka një funksion. Më kujtoj filmin e 101 dalmatëve. Kësa ti thonë, bëm i zotë të njaj, do me çfarë raca është? Kush i zoti apo qeni? Qeni! Si ishin të dy për t'i parë se çfarë raca ishin. Erion, po flisim për kafshët më të mëdha në botë, gjithsesi. I gjatë shumë aty zoti, prandaj thash. Mirë, këto ishin fotot që kemi ndjekur, besoj se shumë persona janë bërë kurioz, nëse do të shihnin jo, po prisha në dinosaur, njerë nga afër, jetokan në epokën tonë, po më ndetë mos ishin për dinosaur, do ishin gjetur në dinosaur. Po janë kafshë jetokan vërtet në epokën tonë dhe janë kafshë me përmasa gjigante. Nuk e di se sa të vështirë do të kishin. Ke parasysh janë këta persona që merren enkas me kafshët e ndryshme për t'i mësuar ato ushtrimet, jo për të çuar tamam në cirkë, a do ta kishin më të vështirë që të merreshin, t'i komandonin këto lloj kafshësh me përmasa gjigante apo? Jo, është vështirë mund të jetë për t'i mësuar pak, por besoj truri funksionon njësej, dhe të gjatëve dhe të shkurtëve mendoj unë. Nuk pavarësisht është teoria që i shko që gjaku me vonesë, po nuk është se në dio që deke pyetje me kështu, do më dalësh tek ajo ine që ti qet çik më gjata funksionon mirë. Jo, më mirë funksionon edhe unë. Ka dritë edhe aty lart. Jo, ka dritë sigurisht. Edhe ajër gjithashtu. Të shkojmë tani dielli më shpejt. Tek një vajzë talentuar, sepse shqiptarët po bëjnë namin në gjithë botën, vetëm përpara pak kohësh triumfoi El Hajdadani në The Voice of Italy, ndërsa tani kemi zbuluar një tjetër talent. Ajo ka qenë në Shqipëri, në Greqi, ka shkuar tani në Amerikë, bëhet fjalë për një balerinë profesioniste që është pranuar në trupën e baletit në Washington. 2 vite më parë, në moshën 18 vjeçare, Esmiana Jani ju bashkua grupit të Studio Company, pjesë e trupës së baletit të Washingtonit, ku balerinë të rinj përgatiten për karrierën profesioniste. Trupa e baletit të Washingtonit interpreton disa shfaqje në vit në skena të njohura të kryeqytetit si Qendra Kennedy apo Teatri Shakespeare. Esmiana u zhvendos në kryeqytetin amerikan nga Philadelphia në shtetin e Pennsylvanisë, ku jetonte me familjen e saj. Ja ku shohim edhe foton e vajzës, të pëlqen? Si poz? Unë s'parë veç ka baletit, po...
Mirë, dëgjoj se çfarë ka thënë vetë Esmiana. Së pari më pëlqejnë njerëzit këtu, ata të ndihmojnë dhe janë shumë frymëzues. Nëse sheh se cilin prej tyre të interpretoj, mëson gjithmonë gjëra të reja, pasi ata kanë pasur eksperienca të ndryshme nga imja dhe kanë stile të ndryshme. Pra, përbëjnë frymëzim për të përmirësuar çdo ditë. Gjithashtu më pëlqen që drejtori ynë artistik na jep sfida të reja her pas here. Kjo na bën që të përmirësohemi dhe e bën këtë përvojë të mrekullueshme, shprehur Esmiana në një intervistë ekskluzive. Shpresojmë dhe urojmë shumë fat në këtë nisëm, pasi është diçka shumë e bukur. Megjithatë se balerinë domethënë e ke përsëri flitet për një moment, pastaj harohen. Jo, nuk ma do mëndja, sepse ajo ka studiuar që e vogël edhe nëse shkon një farmoshe që mund ta lërë, prap pasioni mbetet aty dhe mund të shërbej si koreografe në të ardhmen për të mësuar brezat e rinj. Nuk njihen shumë balerinë, më flitet pak më pak për balerinët, nuk është se flitet shumë si janë sportistët ose këngëtarët që flitet pak më shumë. Balerinët flitet pak më pak. Po ky është rasti rrallës, sepse një balerinë shqiptare në trupën e Washingtonit nuk është pak, as më tepër shqiptar se ajo ka studiuar e vogël në Shqipëri, në Greqi, gjithashtu edhe në Amerikë. Isha në shkollën e mesme dhe sapo kisha nisur të kërkoja kompani që do të ishin të përshtatshme për mua si dhe për teknikën dhe stilin tim, sepse kanë specifikat e tyre pa diskutim. Gjatë asaj kohe, rreth 3 vite më parë, mora pjesë në një konkurs baleti në Orlando, në të cilin zëvendës drejtori artistik i trupës së baletit të Washingtonit ishte në juri. Mendoj se ajo prof shkoi mirë për mua, përderisa gjendem këtu, pa diskutim. Ai erdhi të më takonte dhe më pyeti nëse do doja që të bëhesha pjesë e këtij seksioni. Unë i përgjigja po, dhe kjo është mënyra se si unë vrita deri këtu, shprehur vajza. Është një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe. Komplimenta, bravo, ndonjëherë duhet të gjendesh edhe në kohën e duhur, në vendin e duhur, me talentin e duhur. Po. Po mund të supozohet se është thjesht një klishe, por kështu qëndron e vërteta. Po nuk shumë bukur, në atë pozicionin bukur, e mirë ka bërë. Çfarë quhet ai pozicioni, se quhet shumë balet? Nuk e di. Mos më pyet kot. Tani po e mendoj, po sa ta them gabim, më mirë s'po e them fare, edhe jam rehat. Njerëzit e dinë që ti s'merr vesh nga baleti, do të thonë do të kritikojnë, do të thonë ata që e dinë që i nuk është ashtu, është ata që se dinë dhe besojnë. Ndoshta, mendimin e regjisë arabesk. Më duket se është arabesk, më duket. Apo arabesku është kështu. Ku di që unë tjere ka pyete nga kjo pjesë. Se duart e kam shumë gjatë. Mirë, nga një vajzë talentuar në Amerikë tek një djalë shumë simpatik në Francë, i cili po konkuron, edhe ky shqiptar nga Kosova. Të lexoj diçka për të, 19 vjeçari nga Prishtina. Ja ku po e shoh me foton, Dion Alidemaj është një nga finalistët në konkursin Fresh Face France 2013. 7 femra dhe 8 meshkuj, mes të cilëve edhe Dioni, konkurojnë për çmimin që përzjedh fytyrën më të freskët dhe më të bukur në Francë. Ai është shqiptari i vetëm në këtë konkurs dhe nëse fiton, mësojmë se Dioni do të shkojë në Barcelonë për të përfaqësuar Francën. Wow! Në Barcelonë për të përfaqësuar Francën, nëse zgjitet. Dhe deri këtu ku ka arritur, ai do të ketë një kontratë me këtë agjenci dhe do të jetë model për disa firma të njohura. Pra, edhe nëse ndalet këtu, atëherë ai e ka një të ardhme të sigurt, sepse do të jetë model për disa firma të njohura në Francë. Kjo është gjë mirë sepse vetëm modele femra kishin pasur në botë, të cilat na përfaqësonin në shqiptarëve, vetëm shqiptar nuk është se kishte shumë model. Ka që të njohur sa që janë femra, kështu që shpresojmë të kemi edhe një mashkull model. Të po thua tani konkurrenca femra-meshkuj, ja? Nuk është çështja konkurrenca femra-meshkuj, po tjetë një model mashkull, dëgjoj. Shumë simpatik, vërtet, Dioni. Kam qenë model në Kosovë të, duke qenë në finale si më i miri në Unë jam top model 2. Dhe më pas nëpërmjet fotove të cilat janë pëlqyer, më ka kontaktuar agjencia e huaj Crystal Model Management. Dhe ja ku është sot në këtë konkurs që ne i urojmë shumë suksese, sepse vërtet do të ishte krenari. Shqiptarët janë të bukur, kudo që shkojnë na përfaqësojnë perfekt. Ndodh ndonjëherë që të bëhesh i famshëm dhe nga rastësia, dhe kështu ka ndodhur një familje e cila është bërë vërtet e famshme nga një rastësi e veçantë, duke qenë duke bërë një foto në plazh, normalisht do dukej si një foto normale familjare, të cilët kishin shumë dëshirë ta kishin një kujtim, por ka ndodhur një incident i vogël, çka e ka bërë që kjo foto të ishte të shkrepet në momentin e dur dhe për të bërë një nga foto më të klikuara, ne po shikojmë në këto momente, çifti në fjalë i cili është duke bërë një foto familjare, në momentin që ka pozuar është penguar gruaja, ka qenë duke bërë një pozë të çuditshme dhe djali i vogël i ka rënë nga dora që ka pasur. Shkreti, ja ku është. Dhe foto shkrepur në momentin që është duke rënë, dhe është bërë një nga fotot më të klikuara dhe djali kanë 2 fëmijë, njërin e kanë 4 vjeç dhe tjetrin 6 muaj, por në momentin e fundit gruaja pengohet dhe fëmia i ka rënë
i ka rënë nga duart, duke shkaktuar një incident, por për fat mirë është mbyllur mirë dhe fotoja është shkrepur në një plazh dhe është shumë fantastike po ta shikosh sipas mendimit tënd, sepse fëmia bie nga duart dhe duket perl. Jo, për momentin ka qenë thjesht e traumatizuar zonja, sepse djali edhe mund mos këtë kuptuar gjë sepse ka ndodhur kaq shpejt. Por qasti shkrepit është vërtet fantastik, por incidenti që ka ndodhur është për të ardhur keq sepse ndodh megjithatë është mbyllur dhe kur gjëra mbyllen mirë, gjithmonë kalon me humor pastaj më të gjerë. Fotoja kishte një fund të lumtur, djali nuk ndodhi asgjë. Nuk është i ka shpëtuar dhe modifikimit që bëhen për të hedhur në rrjetet sociale dhe babai i fëmijës është shkuar edhe disa herë në emisionet e mëngjesit dhe më thotë mund të përfundonte keq, por gjithçka është mbyllur mirë. Sa herë që e shoh, duart nisin të më djersit, thotë ai. Megjithatë, i rikthehen edhe një herë ato emocionet, ai ankthi, sepse të dy kanë bërtitur edhe është mos e normale, ka shpëtuar nga duart të ëmës, e cila është penguar vetëm për pak. Edhe është bërë një sondazh me këtë foto dhe si u bën të ndiheni ky lajm ose kjo foto dhe ka dalë që rreth 50% të personave që kanë marrë pjesë në këtë sondazh i bënte të ndiheshin të trishtuar, 38% ishin të shqetësuar, 13% të indignuar dhe të gëzuar dhe të kënaqur. Asnjë meqense të ishte gëzuar për këtë foto, do të fusin apo jo? Jo, nuk ka lidhje me gëzimin, ka lidhje vetëm me atë mesazhin që unë mora përmes fotos, që ne nuk duhet pozojmë, duhet jemi sa më origjinal, sepse vetëm duke qenë origjinal, atëherë ka impakt. Origjinal duke. Jo, pra, jo, absolutisht. Po të gjitha ato reagimet njerëzore që ne përpiqemi edhe të themi që ua, sa më natyral përpara blitzit, përpara aparatit, përpara kamerës. Naturaliteti pati sukses për Arion, ishte një mesazh kështu i tërthor që unë mora përmes kësaj fotoje. Okej, dakord me të. S'ka lidhje me gëzimin sepse tash edhe një herë që situata që kanë përjetuar vetë prindrit ka qenë traumatike. Nuk bëhet justifikose, nuk të dëgjojnë ata, nuk të dëgjojnë prindërit, nuk mos justifikon, nuk ka gjë. Jo, fundi i lumtur ishte ai që na bënte të ndjeheshim në një farë mënyre mirë. Me këtë foto do mbyllim, ta shohim edhe një herë për fiksim. Ta shohim edhe një herë, gjatë lutem. E ka pitë dobët ta shohim edhe një herë të foton që të gëzoj. E gjë edhe njerë, në ndihmo me foto? Kjo është shumë e bukur, foto familjare, lavande korniza, ndërsa pas pak ndodh. Çudia, të dy prindrit për tasin. Mirë këqyra, pa i vogël tjetër. Po sepse ja aty e ka shkëputur vëmendjen nga ai edhe është marrë me këtë tjetrin. E kanë haruar atë tjetrin. Po, blicit njëri urëzua kështu tjetër në rikthehemi pas pak.